Unë kam menduar dhe një mask të shpejt, Niki, që problemi kryesor, sidomos tani në diell, janë njollat kafe të fytyrës, e qartë. E di shumë mirë që është shumë e vështirë dhe zonjat janë pak skeptike të këto maskat, se edhe kremrat më të mirë që ekzistojnë prapa njollat kafe zakonisht janë hormonale. Se duhet parë nga e ka në burim. Duhet parë nga se krijohet. Idealja me mira, sidomos për moshën tonë, është që ne nuk duhet të ekspozohemi fare në diell. Mundësisht të marrim disa kështu kapele ose çadra të bukura tani, krijojmë dhe një farë stili dhe absolutisht në diell. Kemi disa njolla kafe të lehta në fytyrë, nuk po flasim për ato njollat që janë të krijuara nga shtatzania, nga probleme të ndryshme që sigurisht është vështirë të eliminohen, por zbuten pak. Thjesht zbehen, ëh? Se mos na rri mendja për ato njolla që do t'i zhduki. Nuk do bëjmë çuditëra. Krem do bëj çudi, ky trajtim, jo. Duan të jem shumë e sinqert me ndjekëset, sepse janë ca gjëra që i dim nga praktika, nga eksperienca dhe duhet të jemi pak me këmbë në tokë. Kështu që kemi periudhën e domateve. Tani ditë për ditë sallat me domate po ham. Siç isha duke ngrënë sallat me domate, më vajti në mendje thash, kjo domatja është shumë e mirë, po t'i shtojmë pak kafe. Domatja ka likopen, domatja na ndihmon në shumë gjendje, përveç se është e shëndetshme, është e shijshme, po ka formën e zemrës, kështu që nëse lidhim me mrekullitë e natyrës, çdo frut apo perime apo produkt tjetër dhe përfytyrojmë çfarë forme ka, aty vepron, aty ka fuqinë më të madhe. Sidomos ne pastaj në Shqipëri sa të bekuar jemi me klimën, me produktet, edhe do hedhim gjysmë luge turmerik. Turmeriku është dhe ai një antiinflamator i fuqishëm. Tani të dyja këto janë ngjyrosa. Po, do të na mbetet pak ngjyrë e verdhë në fytyrë, po largohet me shplarje. Ne këtë nuk do ta përdorim në gjithë fytyrën. Do ta përdorim vetëm në vendet që kemi ato njollat kafe. Do bëhet në formë skrapi, rrotullimi aty tek këtë. Tani unë po mundohem që si kafja dhe turmeriku të depërtoj te domatja, sepse aciditeti i domates e ndihmon shumë. Ja. Tani mos u trëmni se do bëni pak pis, por që në shtëpi nuk është se na shef njëri. Ja. Kjo tani unë gjit me domaten, dhe si që kemi... Pra e lëm të veproj pak, e shtrydhim pak që të dalin lëngjet e domates, ja, unë po mundohem që ta përtit. Kështu si që kemi, Niki? Te vendet ku kemi njolla. Tek maskat që bëm herën e kaluar me kafet, me skrapin, me maskën po ashtu për kafe, me atë rutinën për pastrimin, hidratimin e thellë, duke bashkuar me të verën e vezës, na ka pyetur shumë që kjo kafe është kafe turke, është kafe ekspres, është kafe nes. Atëre, jo kafe turke, sepse kafe turke është e punuar shumë imët. Edhe bëhet shumë e butë, nuk ka atë efektin e skrapit. Kurse ajo kafe ekspresit është pak e ashpër. Edhe sidomos kur kemi konsumuar kafen, edhe ngelet ai llumi që themi, ose në ato tabletat që e vendosim në ekspres, pasi është konsumuar, atë e merr dhe është tamam si kokrizat të vogla. Ajo është ideale për të bërë skrap. Por në qoftë se ne nuk konsumojmë kafe në shtëpi dhe kemi problem të marrim kafe ekspresi, po kafe lagjes do ta kërkojmë 2 kapsula. Jo, kemi sheqer, kemi krip, kështu që nuk ka problem fare. Bile unë jam më shumë partizane ose kam më shumë dëshirë të përdoret sheqeri, se sheqeri dhe hidraton shumë. E zbut, e bën si një bebe lëkurën. Kështu që një nga skrabet e mia të preferuara është sheqer dhe vaj ulliri, ose vaj kokosi. Varet çka keni në shtëpi. Varet të ndryshëm, po. Kjo Niki është gati. Këtu te dora ime përsëri, ja duhet të gjejmë disa. Tani këtë siç e kemi dhe aplikojmë ja. Shikoj. Nuk do mërzitesh. Po edhe lëngu i domates që bashkohet edhe me kafen, edhe me turmerikun. U asiguroj që njollat zbehen. Po. Si ndihesh? Shumë mirë. Jo thash me dorën time. Shumë mirë, je shkëlqyer. Po.
Sikur ta vazhdoj edhe te fytyra, po është pamundur se duhet të drejtojmë Sa po të mbarojmë emisionin, unë me Nikin gjithmonë I vendosim këto maska në fytyrë, sepse I kemi që I kemi. Po, shiko, këto kanë një gjë që duhet përdoren në mënyrë sistematike. Nuk mund të pretendojmë që bëjmë këtë maskën apo vëmë atë ujin tonik dhe larguam çdo rrudhë të mundshme dhe hidratuam direkt. Në mënyrë sistematike të vazhdueshme. Duhet jemi pak të durueshme, nuk e kemi atë efektin e kirurgjisë, që ta jep direkt të menjëhershëm. Sepse absolutisht, produktet bimore, këtu e kanë sekretin, tek përdorimi sistematik I tyre, edhe tek çajrat, po ashtu edhe tek kombinimet e ndryshme. Sa më ngadalë të jetë efekti, aq më shumë zgjat. Kështu që e tham në një kohë, kështu që është e vërtet. Kemi një mendje të dyja dhe vërtet neve mendoj që e kemi arritur këtë moshë që e dim shumë mirë benefitet edhe të mirat që janë. Nuk I duam ato rezultatet, sikur ishim 20 vjeç që po nuk na dha këtë rezultat nuk e bëjmë, por që tani e dim shumë mirë që sa më shumë investojmë për veten tonë, aq më të lumtura do ndihemi. Sepse në fundit kemi bërë diçka pa efekte anësore. Po, për në fytyrë është kjo, se po për në fytyrë, për një llat kafe. Kjo është për një llat kafe. Po, vendoset në fytyrë dhe më pas shpërlahet me ujë të vakët, vendosni pastaj kremin tuaj, në atë kremin hidratues, ose unë do sugjeroja vaj kokosi vetëm, se ka dhe SPF 15, edhe na ndihmon që qartë. Faleminderit Stella, faleminderit për sugjerimet. Do t'i gjeni të ndara më vete për çdo që jeni të interesuar në kanalin e Reze Dielli në YouTube. Shihemi herën tjetër në Bëje Vet, ndërkohë kalojmë në publicitet dhe rikthehemi me vazhdimin e emisionit. Mirupafshim.